Një ditë pas rastit të sëmundjes së baktive në fshatin Domen të njësisë Postrib në Shkodër, një tjetër rast është regjistruar, këtë herë në fshatin Trush, po në bashkinë Shkodër. Fermieri Lush Lushi thotë se i kanë ngordhur disa bakti. Ai akuzon se nuk kanë ofruar asnjë ndihmë dhe nuk i ka shkuar askush për analiza. Ja 7 po herë. Nuk kemi sigurt. Edhe i cofën ashtu. 8 janë bë. Më mërmendja që kaq kam pasion për baktin që kisha me do gjysën e trupit për ta. Nam kanë thonë na virusi. Virusi, si njerëzve. Kur s'gjen me bo analiza, kur s'gjen me po, veç virus, shko bleja si gjilpona 10.000 lek, 5.000 lek, shko merr veterinorin me e bo i dënë edhe 10.000 lek. Kjo sëmundje është e përhapur në zonën e Trushit dhe në ferma të tjera, shton fermieri Lushi. Ka bo, për nuk bëjnë zonë. Po në zonë Trushit. Ka, sa ka. Pas bëjnë zonë, kanë frikë. Kanë frikë se hekun pensionet, hekun dallaveret si kanë bo, morin fondet të ndihmeve të tjera huja, pa t'i lënë më motor se ç'a bëhet tos. Nga ngordhja baktive është shkaktuar edhe dëme ekonomike në fermën e fermierit Lush Lushi.